أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالندريم ذا الأدريمات إتاقيم vetëm Allahut Azza wa Jall salavat dhe salamat e dërgoj Muhammedit alayhi salatu wassalam pa që edhe mshira Allahut Azza wa Jall qoftë alaykum salam familjen e tij mbi shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Ndërua vëllezër, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli i ligjëratave komentimit tematik i surave të Kur'anit famlar. Konkretisht jemi në komentimin tematik të surës At-Takathur dhe dalgadal po i afrohemi fundit të këtij cikli të ligjëratave për ta përfunduar surën e fjalë, pastaj për të kaluar tek një sure tjetër inshallah. Mesela e radhës apo çështja tematike e radhës që e trajton kjo sure është se muslimani duhet me dhon përparësi ahiretit para dunjas në çdo çështje, në çdo pore, edhe në çdo kënd të jetës së tij. Normalisht çdo besimtar që e beson drejt Allahun Azza wa Jall e llogarit vetëm pjesë të kësaj pjesëtari i kësaj feje, i kësaj umbrelle të bukur, e din dhe e kupton që dunjaja është e përkohshme. Ahireti është i përhershëm. Për këtë arsye, në kuadër kësaj ka thënë një dietar, mos u mundo me e ndërtu shtëpinë e përkohshme në këtë dunjë, e që për skaj ndërtimit të kësaj shtëpie të përkohshme në dunjë kemë rënu shtëpinë e përhershme të ahiretit. Pra, njerëzit sot mundohen me i fortifiku shtëpitë e tyre që të mos deportojnë nxehti, ftofti, mundohen çdo aspekt të dunjas me i realizuar qëllimet dhe synimet e tyre. Normal kjo është e lejuar, por kur kjo bie ndesh me soazat të Islamit, konditat fetare dhe dëmtohet shtëpia e amshueshme e ahiretit, ata normalisht e kalojnë vijën e kuqe dhe kalojnë në gjëra të ndaluara. Për arsye Allahu Azza wa Jall ka thënë: "Bel tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayru wa abqa." Ju thot po sakrifikoni shumë për këtë dunja. A dine që ahireti është më i mirë për juve, edhe është i përgjithmonshëm, nga se sado që e ndërton këtë dunjë shtëpinë tënde, megjithatë një ditë kemë e lën atë. Sado që e ngrit komoditetin e dunjës, megjithatë prapë kemë u largu një ditë prej komoditetit të kësaj bote. Për këtë arsye, jetën e përditshme na ndodhen shumë raste, familjet tona rrethin ku na jetojmë, që njerëzit deri në moshën 60 vjeçare kanë hjekë, janë sprovu, nuk kanë pas komoditet këtë dunjë. Tamani kanë fillu djem me punu, tamani ka qitë punë dyzen. Thjesht baba është përgatit një farforme që mos me punu për dunjë, atë kuptimin e fjalës më avancu aspektin financiar, i vjen një sëmundje, edhe ka mundësi edhe i vjen vdekja. Edhe këto sinjale që na vijnë neve duhet me qenë mësim për neve, për shka? Për të pendu, edhe për të logjiku drejt dhe për të meditu, se ka mundësi edhe na me u godit me këtë çështje. E pastaj mas vdekjes i dëgjojmë në për oda njerëz duke thonë sa i qiti punë dyzen, sa fillojmë me i dys jetën, i erë smuja, i erë kanceri, i erë vdekja, nuk i shoj këtë dunjë. Këtë dunjë çdo gjë e ka me kufi, e ka një fillim edhe ka një mbarim. Shkurt është. Për ta syën kuadër sa i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në një hadith të vërtet, "Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir." Dunjaja është burgu i besimtarit dhe xheneti jo besimtarit. Mirë, po kjo nuk do thotë që na nuk duhet më zhvillu, nuk do thotë që na nuk duhet me u avancu, nuk do thotë që na nuk duhet me u shkollu, nuk do thotë që na duhet me e lënë dunjan anash edhe me thonë që valla po mënoj veç për ahiret. Për shkak se pastaj bëhet familja jon barr e të tjerëve. Familja jon do thotë pastaj ka nevojë për të tjerë aspekte financiar. Pra duhet me punu, me u zhvillu, me avancu, mirë po çdo herë me kujtu vdekjen, mos me harru Allahun Azza wa Jall dhe kjo punë dunja. Mos më bëj sebeb për ty që ti me lën anash botën tjetër edhe ahiretin. Andaj muslimani do thotë është i mëshëm dhe vazhdimisht sa herë që punon e kujton, do thotë se jeta e varrit po i afrohet, e kujton që vdekja është afër dhe ka mundësi me godit, do thotë në një moment të do thotë pa përgatitur, apo ka mundësi me e godit pa pritmas. Sa njëri vdes pi infraktet e sa njëri do thotë vdes me vdekje të papritur, ka pas plane, do thotë me i realizu mirë po,
do thotë ato plane nuk kanë qenë rrezik i tij në dunjë me i përfundu. Andaj jo me e ul veten në atë kuptimin e fjalës edhe me u bë i nënçmuar te të tjerët, edhe më arsyetu se unë po falem edhe s'po punoj, s'po du më punu për dunjë, por edhe jo me tepru, do thotë me bë gara vetëm në çështjet e dunjës edhe me harru ahiretin. Si ta kuptojmë na si musliman që unë si hoxha edhe ti si xhamat, edhe tjetër si xhamat, që është me kuptu na drejt. Sipas kësaj sure, a jemi tu i dhonë na përparësi ahiretit para dunjës. Dietarët i kanë vendosur shumë pika kanë vendosur në këtë drejtim. Mirë po kanë vendosur sinjale të qarta, të cilat sinjale i kanë bazuar në Kur'an dhe Sunet, të cilat sinjale japin me kuptu që na cilësimi tu i dhonë përparësi ahiretit apo dunjës. Sinjali i parë, kanë thonë ulemaja, është ata që e falin namazin me kohë edhe nëse janë shumë të zënë. Okej, në xhami s'po ka mundësi me shku me fal namazin çdo herë. Mirë po, përkundër smujës që e ki, përkundër belas që e ki, përkundër fatkesin që e ki, përkundër angazhimin punë të madh që e ki, sinjali i parë që jetu i dhënë përparësi ahiretit pa dunjës është spaku namazin me fol kohën e vet. Në xhami s'ke mundësi ndoshta çdo herë, po spaku çdo namaz me fol kohën e vet. Për jashtim kur ka ndonjë operacion të përcaktuar, edhe s'ka mundësi të thotë me lënë pacientin gjendje të tillë. Edhe pse në rastet e tilla, edhe kirurgët vetë na kanë treguar që ka çaste ku na kemi pauzë, sterilizohemi, do thotë i hekim ato anët e mjekësisë edhe pastaj pim kafe, ushqim, pastaj prapë sterilizohemi edhe kthehemi në operacion. Do thotë mundësitë janë që namazin nëse s'ke mundësi me fal në xhami çdo herë, spaku në kohën e vet, kudo që je. Sa do qoftë i zën, sa do qoftë i sëmur ka kohën e namazit, do thotë lën çdo gjë dhe e fal namazin. E dimi rastin konkret, rastin e Omerit radhiyallahu an, kur atëra mjekësia ka qenë çush ka qenë, e kanë sjell pasi që është thërr nga Ebu Lu'lu el-Mejusi, do thotë e kanë sjell dhe kanë dashur me e shoru në farformë apo me e kthjell, se ka u vedia. Edhe mjeku i ka përdorur ato medikamente të kaluara që i kanë përdorur për me e kthjell njërin nga gjendja e komës, edhe s'ka pas mundësi. Para se me lind dielli Ibn Omeri ka thonë unë e di një ilaç që baba jem çohet, veç nëse është i dek nuk livrit. Mjeku habiti thotë si ka mundësi, thotë po ka mundësi, thotë largohu pak. Edhe është afru Ibn Omeri tek veshi i babës së Omer radhiyallahu anhu dhe i ka thonë as-salah, namazi është shumë në Omeri. Ka thonë po valla namazi, ka lind dielli se nuk ka hise në Islam ai që se fal namaz. Ai e ka tmerru kohë, do thotë vetëm fjala që e ka duru namazi. Dhe në neve, kur s'na del gjumi për namaz sabahut, me do në xhami, apo me fal sabahun kohën e vet, çka duhet me bo? Me mundu me përvelu në alarm, edhe me na kujtu. Namazi është më i mirë se gjumi. Ata që se fal namazin ka me u dënu në lumin wail në xhenem. Do thotë alarmet e tilla të cilat alarme dikujt mund t'i duken të rënda, çroditse, po kanë erë pa kërcënu nefsin, pa qërtu këtë forë nefsin. Do thotë nefsi nuk mbledh mend, por vazhdon vetëm se duke u egërsu. Pra, elementi i parë që na jep neve me kuptu, do thotë që na japmi përparësi ahiretit kështu dunjas është e falmi namazin kohën tonë. Për shembull, është duke të prit puna, apo rregullimi i diçkaje, apo nëse je në shtëpi huaj duke punu, i thu veç 5 minuta ku xho më shumë. As po të lypi me shkon xhami, as po të lypi minuta më shumë, veç farzin, Allahu akbar, 5 minuta pastaj thu punoj sa dush punoj pastaj. Se po du me fal namazin kohën e vet. Sinjali i dytë ka thonë ulemaja është nëse Allahu azza wa jall na jep begati, na japim lëmosh, do thotë nevojtarit edhe i ndihmojmë fukaras. Nuk është patjetër me pas para me qenë njëri dorshli, dordhënës, por me dhon ato që të kërkohet apo ato që të lypset nga të tjerat. Përpara i ka pas njëri dy qep në dur, njërin e ka dhënë sadaka, një ka marrë për veti. E ka pas një bukë, ka lypsi me i lyps, ka pas ka me dhënë ka dhënë për gjys. Do thotë këto gjërat është mundu me i dhënë sadaka, pavarësisht se s'ka pas çështje materiale. Tash më shumë u bë sadakaja çështje materiale, jo ndihmë tjetër. Sadakaja është gjithëpërfshirëse, është shumë dimenziale në Islam. Jashtë asaj që na kuptojmë vetëm se çështje materiale. Për të arsye, kanë ardhur transmetime, do thotë që sahabët kanë thonë që
me hi një itikaf një javë në xhaminë e pejgamberit, edhe me i ndihmu një vllau, por mua është më dashur me i ndihmu një vllau në nevojë që ka sa me hi një itikaf. Një itikaf çka bën njëri? Por nga ibadetet e veçanta që te na vetë është duk si ibadet. Me keqardhje. Një itikaf njëri është larg harame po flas, s'ka vakt telefonin itikaf më përdor. Përveç çështjeve që është obligative. Është e smur gruaja, thret. E vladi, thret. Nana, baba, kaç. Një itikaf, të thot fjala itikaf izolim. Për një periudhë caktuar, në vend të caktuar. Për shka? Për mu afru të Allahu dhe me këtë shpinë dunjas. Një muj me nejt itikaf njëri gëdhendet për gjunave. E tash sahabët e kanë llogarit, edhe pejgamberi sa që vesh me thirr një vëlla, me çu, me marr një infuzion, s'ka kerr. Me çu më blen disa barna nanës së tij. Jo më blet ti, me çu vesh. Apo me thirr telefon një minutë, me këshillu për gjendën që ka kaflu. Apo me shkruani mesazh shpresh dhënës. Por ty është më vlerë se një muj me nej, xhamia për asaj me bëj itikaf edhe me bëj gjithë këtë ibadet. Andaj vazhdimisht me qenë zemërbar, vazhdimisht me qenë dorëdhënës. Se për shembull, ka raste dikush i ka qit punë dizën, edhe një vjet dy vesh jep sadaka. Pak Zoti ja ndal pasunin, nuk e ka mua gjendje financiare që ka pas maharet se është normale, jeta lëviz, nuk kemi, do thotë, na konstant në një gjendje po lëvizmi, atëherë shef që edhe të zdel kafe, si pagun kurkujt, nuk i ndihmon kurkujt, e kom dertin tem, ka ra buxheti. Ja, muslimani s'është kështu. Muslimani çdo herë është bamirës. Nëse s'ka pasuni në një periudhë caktuar, bamirës me këshilla, me fjalë, me buzëqeshje. Nëse edhe kjo si jepet mundësia, sa që ka dikush nevojë me ndihmë fizikisht, ai nuk heziton dhe i ndihmon. E treta është vazhdimisht punoj me qëllim të pastër, edhe synojmë fytyrën dhe kënaqësinë e Allahut azza wa xal. Jeta për shembull në vllazëri u bë shumë dinamike. Po tutna që ibadetet për shkak të rrjeteve sociale na janë bërë formale. Vetëm po dojmë kuantitet dhe jo kualitet. A Islami e do kualitetin, një me bë një punë të bëma me bë si ka hije. E dash këtë elementin e ofruar jashtë haramave edhe publikimeve, ju mboçi neve me na bëj që gjërat me na u duk rutinore, me bë formë robotike. Ka thonë një dietar, përpara vllaznillaku ka qenë element të thotë që na me ngrit te Zoti. Edhe elemente tjera shfrytëzuese kemi përdorur që me shtu vllaznillakun. Sot e kundërta. Vllaznillaku në Islam u bë interes, do thotë jo element i afërsisë te Zoti. Për arsye kanë me dashni vllazore vetëm në fjalë, në mesazhe dhe në shkrime. Tash ChatGPT-ja dhe të tjerët ja kanë mundsuar njerëzve që me shkruajt mesazhe, me të përbandu mesazhe të mira, me të prek në zemër, por me kalimin e kohës ato që kanë qenë mesazhe formale. Andaj muslimani nuk ndryshon. Ani pse ndryshojnë rrethonat, ai vazhdimisht çdo punë e bën për hir të Allahut azza wa xal. E katërta është çdo gjë që e flet muslimani, edhe në kohë kur është mirë edhe keq. Çdo vepër që e bën, edhe kur është mirë ose keq, e bën sipas udhëzimeve fetare. Ai nuk ngutet me gjyku, nuk ngutet me fol për filan rastin, filan çështjen, por e shikon shariati çka thot në këtë gjendje. Edhe e fundit është durojmë në sprova pa u anku duke qenë të bindur se Allahu na shpërblen. Kjo është elementi i fundit që na i japmi përparësi ahiretit para dunjas. Se sa që e krahasojmë sprovën dunja me ahiret e llogarismi shumë të vogël. Se e dim që kur janë anku sahabët deri kur ja Rasulullah mos rru, çka ka thonë pejgamberi? Ka thonë derisa Allahu që përgatit juve që me taku Zotin pa asnjë gjuna. E kur vjen ku ka thonë pejgamberi, me i pa njerëz të sprovuar, çu është për problem Allahu azza wa xal, kishni pas shef që me u kthi në dunjë edhe me u shtu sprova dhe belat. Mesela radhës tha Allahu në këtë sure, Alhaakumut takathuru hatta zurtumul maqabir. Duhet të para. Ju ka nxit juve dashuria për dunjën që me vrapu dhe me bë gara për shumim. Deri kur keni më vazhdu derisa ti vizitoni varrezat. Dhe vizita e varrezave ku ne kujtohet, gjërat e parë ka qenë dy aspekte, dy kuptime. Vizita është kur na i vizitojmë thjesht ose i çojmë të vdekurit ton. E dyta kur neve dikush na çon në varr. Atëherë kuptojmë që do të ka marrë fund çdo gjë. Dhe jo rastisht Allahu ka përmend që vizita e varrezave
është element që me zbut nefsin i cili është e gërsu, i cili ka marrë për masat të gjëra të devijimit. Andaj vizita e varrezave, para se me nështu dikush të varrat, është element që le dhe gjurëm pozitive në jetën e muslimanit. Dhe normalisht në kuadrë kësaj, këtij ajeti, edhe në kuadrët asaj që pejgamberi ka thonë, maharet jo pa të ndalu mi vizitu varrezat, tash vizitoni se ato kujtojnë ahiretin, dietarët kanë shkoqit dobi. E para prej dobive është vizita e varrezave, do thotë e kujton vdekjen, edhe e kujton jetën e përhershme, ahiretin. E kujton që një ditë, do thotë kemë u bua aty të banor i këtyre varrezave. Dhe ky kujtim të bën ty që me u largu nga mashtrimet edhe nga joshjet e kësaj bote. Por atë arsye, edhe nëse nuk të bjen shpesh me marr pjesë në përvorime, spaku ndajeni ku aleikum selam që me i vizitu varrezat edhe një farfore me u kundell. Te na e kundërta. Përpara është të vërtet kësi prezencë në varrezat kemi pas. Kjo është e qartë. Mirë po, ata që kanë shku të varrezat kanë qenë 50 vjet, vetëm baba plak ka shku gjyshi, kur nuk i kanë dëgju ata nuk e bu muhabet. Kur nuk i kipo ata të u largu, të thot tek gjenazja, me bar gjenazën, me ndihmu tjerëve, me i liru tjerët, sa përpara kanë bardh me krah, apo me qel varrin, apo me hedh dhe mbi varr. Njerëzit largohen sot. E dyta, muhabetet që i bojnë të varrezat janë çorodice. Vesh muhabetet dunjas, do të buzëqeshje, në të kutinjeve qeshje me za, hajgare, me nëse me marë mësim. Për të syja Allahu thot, është mu çudit me këta njerëz, në surën Tauba thot Zoti xhallahu ala. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn, thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun. Po çka puna me disa njerëz, të cilët sprovohen me vdekjen brenda vitit 1 ose 2 herë. Dhe na nuk ka fshat apo qytet si Presheva që nuk ka gjenaze. Fshatra 7 gjenaze, 8, 5 brenda vitit. Varësisht se ka caktuar Zoti. Qytet më shumë, për shkak numrit të madh. Vetë i varrosmi, vetë na bie me la gjenazat familjar tan, vetë na bie me varros, vetë na bie me prek gjenazën, me put, me përçafu, vetë na bie me çefinos. Mirë pa Allah thot, thumma la yatubun. Prap nuk pendohen njerëz, është më çudit. Edhe dyta, wala hum yadhakkarun. As nuk logjikojnë, nuk mendojnë që edhe ata kanë me vdekje ditë. Omer radiallahu an, përpara s'ka pas me thirrje të mxhita, me thirrje salla që në Kosovë. I kanë lajmu njerëz në përshpije që ka dek filani vorrime është me i kindi. Omer radiallahu an ku a dal si halife edhe i kanë dëgju njerëz duke thonë filani ka vdek, filani ka vdek, filani ka vdek. Sahari ka thonë nefsit. Nesër dhe thuhet ka vdek Omeri, halife i muslimanëve. Dhe ja ka përkujtu vdekjen, se edhe ti njëse kemi konë banori varrezave. E dyta dobi është njeriu kur sheh varret, normalisht, realisht, ky shikim duhet mi dhon atij një kuptim. Cili është ai kuptim? Se 2 metre që fin është këtë dunja edhe për të për mu. 2 metre varr, nëse ka 2 metra varri, është edhe për mu. Një ditë dikush ka me mlqu mu këtu. Një ditë edhe mu ka me mlon vetë. Pasha Zotin e madh, Imam Abu Hanife, po edhe maharet Omeri edhe sahabi tjerë, sa që kanë kujtu vdekjen, s'kan flet kur natë. Omeri radhiyallahu thot, sa që ku mëra me flejt, edhe pse pak kanë flejt ata, thot, me pas kujtu në dunja ajet vdekjes, apo pa pas kujtu natën e varrët, ka dalë gjumë dhe s'kom bujt me flejt, thot mu hiq, atë ditë, atë natë. Neve njëherë në ndodhë në adhem koka, jemi të smurë, që so punë që s'flejmë që falimi, apo lexojmë Kur'an. Nëse ku jam puna me shku në punë, shkojmë të mrall, të lodh, se dua asnjë fjalë, s'kum fletë natën. Ata s'ka pas kësi muhabete, s'ka pas kësi ndjenje dhe situata do thotë të tilla negative. E treta është vizita e varrezave e nxit njeriu me u pendua dhe me bë punë të mira. Se e din shumë mirë muslimani se kur vjen afati dhe gjeli vdekjes, la yastakhiruna sa'a wala yastaqdimun. Nuk vanohet as pak, as nuk përshpejtohet. Ka me pas njerëz që kanë me dash më kthim brapa, që ka thënë Allahu në surën Mu'minun, edhe surën Munafiqun, me bëhun mira, ama përgjithësia ka qenë negative. Për shembull, ku ti vjen e gjeli, Allahu thot, Rabbi rji'un. Allahu thot që njeriu thot, o Allah kthem brapa.
Pse? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Them mbrapa o Zot, të bëj punë që i kum lënë pa i bu. Farë përgjigje jep Zoti? Kella. Përgjigje është negative, s'ka kthim mbrapa. 2. Edhe Allahu arsyton pse s'ka kthim mbrapa. Për shkak se fjalë pse inna kalimatun huwa qailuha. Se kjo fjalë që po thotë kjo është pi zorit. Se po t'ja shtojshim jetën, prap çaj ka me qenë i njëjtë. Ka më interesuar më punë mira. Në surën Munafikun. Dhe ka thonë ulema për derisa e ka thënë Allahu këtë ajet tjetër në surën Munafikun, jep me kuptuar që është cilësia e munafikëve. Pse? Për shkak se te sahabët, te selefin përgjithësi, nuk ka bo vaki me arë me laqa vdekjes edhe njënjë me klith me thonë, sikur ta kisha bo këtë punë. Sa që thot Ibn Abasi, thot mi pas arë vdekja ndo njëri pi sahabëve, edhe me i thonë me laqa vdekjes i ki ku edhe 20 minuta, me jetu, bonën i punë të mirë, thot s'kishin ditë cilën punë me bo. Pse s'kishin ditë? Se s'kan lënë punë të mirë, që i ka thonë Allah i punë e mirë, i ka thonë pejgamberi punë e mirë që s'ka pas shansë. Për arsye ndërlejë të vdekjes nuk i ki ndi ata të pas keqardhje. Nuk i ki ndi as ki lexu që me thonë ta kisha bo këto. E thot Allahu përderisa ka cek tek surja Munafikun me kuptuar që është cilësia e munafikëve që e bojnë kërkesë Allahut na ruaj. Çka thot Allahu azza wajal? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فالله عز وجل dhe jepni pasuri rrugën e Zotit min qabli an ya'ti ahadakum al-maut, para se që arri dikujt për juve vdekja, feyaqul, e pastaj keni me thonë Rabbi, o Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, sikur se të ma kishe shtybe edhe pak afatën e vdekjes, fa asaddaqa wa akun min as-salihin, që t'jap lëmosh, t'i ndihmoj atij që ka pas nevojë edhe të bëna burr i mirë, njëri ndershëm. Çka thot Allahu, wala yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Allahu kur kujt nuk ja shtyn vdekjen nëse ka afatin me vdekje atë moment. Wallahu khabirun bima ta'malun. Edhe një gjë mos harroni se Allahu është bukur mirë, i mirënjohur çfarë ju veproni. Gjithashtu vizita varrezave na nxit neve që me bëu dua për të vdekurit. Që me bëu dua që Allahu më i mëshiroj të vdekurit ton. Xhamia është vendi lutjeve të ndëruar vëllezër. Për atë arsye disa dietar kanë thënë që është mas paku me krum me i çu durt me bëu dua për dikën të varrezat. S'ka nevojë me çu dur, s'ka nevojë me fal namaz. Mjafton me afu travarri edhe me thonë Allah më shroje. O Allah, bashkoj me të mirët. Na ka vdek gjyshi që 15 vjes na ka rënë me bëu dua, po diç filani na rënë mend atje. Me shku. Të na kanë caktuar për Bajram. Unë mbyt të vol në xhami për këtë punë. S'ka më shku Bajram të varrezat. Apo ka vdek dikush, po thot njëri shko pa këtë babushit e tjetër shko bën dua se po shohin njerëzit anë thonë hoxha, isë po bën dua për të vetë. Këta të shishanisin. Mashallah. Shti ka rënë mend që ka pas babë, ka pas gjysh. Për të arsye, vizitat e varrezave na japin neve dy gjëra. E para është me i kujtu të vdekurit tonë. E kujtu se dikush ka vdekur para neve, edhe me bëu dua për ta. Sa prindi që ka pas namaz, nuk ka pas shumë vepra të mira, Allahu na ngrit grada të larta për shkak duave, e vlevet vet. Për arsye Allah pejgamberi sa tha awwaladun salih yad'u la. Ose një evlad mas veti që e le dhe lutet për ta. Pra edhe na kujton që kena pas gjysh, baballar, stër gjysh, na kujton edhe gjenealogjin ton. Diku na kena periardhjen, edhe dyta është na kujton të vdekurit ton që me bëu dua për ta dhe do thot me dhon sadaka. Normalisht për edukatës është me i dhon selam të vdekurve. Për shembull, tash me shku hoxha i pari, gjenazja me shku mas hoxhës, edhe me thonë me zot lart, më mësu qershi duhet me thonë edhe dikush më përshëndet asalamu alaykum ya ahlul qubur. Pash edhe mshi Allahu çof ju ajo banor të varrezave. Ju keni shku para ne do vim para juve. Në moment ditë dikush do të pas karshit hoxha. Ose ç'është po bojnë hajgor tash në rrjetet sociale, do thot po mshet dikush te varr edhe kipi jep selam. Ai pia thon aleikum salam. Mona po ik. Do kena pru punën me lut me neve. Çka klikime me bëj gara në emër të fesë.
ku kitën atë xhamat, po flas thjesht në xhami, gjenatët 60 e nalt. Që i thot Selamu alaikum ya ahlul qubur. Pashë dhe mëshirë Allah qofë mbi juve o jo banor të varrezave. E mendi do thot, normal që ditë do thot çka të thon hoxha. Gjithashtu e largon me një mallësinë. Jeta është e tillë vëllazni dinamike, kanë njëri, edhe nëse nuk e ka qëllim, do të mushtime dikend. Kjo është me një mallësi. Po flasësh në dunjos. Apo ka vetë një garderobë mirë, me kert mirë, diçka dhe shejtani e trokit me një mallësinë. Deshën apo mund të desh. Kush ta ul këtë kronetsi, këtë çumje të peshë tepshit nefsit, ta ul pasha Allahin vizita varrezave. Nëse vizon që duhet, nëse më ul me po, të ul shu gjenazë janë varr, unal me kujtu pasha Allahin ta gërdit i dunjan këj. Vallahi s'punohet. Për të arsye ka thënë sa kujton atë që u akput në temel bukuritë e kësaj bote. Udhkuru hadim al-ladhat. Kanë kush është ajo Resulullah, ka thënë vdekja. Ata kujtu. E kujtimi bëhet përmes vizitës së varrezave. Gjithashtu ai që viziton varrezat, do thotë e ka më lehtë me u pajtu me caktimet e Allahut azza wa jall. Për shembull ka ndodhur ka varros kujshin kur vdes njësër baba, e ka pa maharat. Ka njerëz për shembull thënë, ai se shkon gjyshi në varreza, ai nuk shkon për varreza. Ai se shkon gjyshin të pamë, ai nuk shkon të pamë. Edhe as kur i ndodh aty në shtëpi, mo nuk e ma vetën ai. Se s'është përgatit, do thotë as aspektin psiqik edhe aspektet e tjera. Kuptohet, kjo vizitë normalisht duhet me u largu edhe me qenë larg gjërave të ndaluara në Islam. Për shembull, të na që ka ndodhur, i varrosim kanë erë me arkivole. Unë për vete e kom kundërshtuar ashtë për këtë mesele, vetëm se njëri ka dhe me kancer dhe smunja u përhap s'kish ka e bon shtine. Mirë po me shti për qef, se babën më hajnë gjapënojt e s'ma hajnë gjapënojt, ato janë gjëra të ndalume. Ma pak të është bida, do të një veprim i tillë. Pastaj ulje tek varrezave, marrja edhe varrit, edhe u të varrit, pastaj prekja varrit, edhe gjëra të tjera të cilat do thotë nuk i lejon Islami mos flasme për shirke dhe gjëra të cilat i bojnë njerëzit në botën e sotit. Dhe pra vizita varrezave nuk duhet me qenë vetëm thjesht vizitë formale, nuk duhet me qenë pjesëmarrje në varrim vetëm se do thotë filani po shkon edhe unë duhet me shku, apo që ta unë pastaj zvin njerëzit shkoj edhe unë te ata, me qenë do thotë vizitë apo me shku në varrim duke pas një bindje se kemë marrë shpërblimin e madh nga Allahu azza wa jall. Pse ta njerëzit e llogarisin varrimin si sportivitet, e llogarisin varrimin si humbje kohe, mund taku me filanin, e shoh sigurisht filanin alanin. Pse? Nuk e bëjnë këtë punë me ibadet. Muslimani çdo gjë që e bën do thot forma adhurimi dhe normalisht e bën që ka thonë me bua atë Allahu azza wa jall. Gjithashtu Allahu azza wa jall tha thumma la tusaluna yawma idhin anin na'im. Pastaj keni me u përpyet për begatit që Allahu u ka dhënë. Për me kalu këtë pyetje me suksesin e gjykimit pa tjetër do të më qenë mirënjohës për mirësi që Allahu azza wa jall t'i ka dhënë. Aleikum selam. Dhe normalisht mirënjohja dhe falënderimi është dryni, edhe është forma më e mirë që ti i ruan mirësi që ti ka dhënë Allahu azza wa jall. Dhe kemi thënë kanë thënë ulemaja, yus'alul mu'minu yawm al-qiyamah. Besimtari pyetet ditën e gjykimit para Allahut azza wa jall për mirësitë e kerimen lehu. Pyetet si shenjë respekti për te. Çu shenjë respekti? Me Allahu ja cek të mira që Allah ja ka dhënë për me nderu para tjerëve. Se kjo ka falendëruar dunjan. Edhe tash kjo është në çmim për të tjerët. Për shembull, profesori i din nxënësat pak a shumë kush sa ka mësu. E tash e ka marrë filani 5 në provim. Ka marrë plusa në pjesëmarrje. Kur e çon me pyet fund të orës, dukush më nxënë thotë pse profesor po e pyet këto? 3 plusa i ka 5 e ka marrë pse më pyet. Thotë pe çoj me pyet se e di që i dim përgjigjet, veç janë umroj, edhe me respektu këto. Pse me respektu? Mi kallëzu qereve se çështu mësohet. Mi kallëzu qereve se çështu 5 qamirët. Mi kallëzu qereve se çështu vlerësohet dia. Andaj falënderimi i mirësive të Allahut azza xal, do thotë është çelës i ruajtjes së këtyre mirësive. Dhe normalisht ulemaja në mundu që me shkoqit dobit e falënderimit. E para është duhet me falëndëruar Allahun azza xal nga se është obligim. Ja ju ledhina amanu shkuru lillah. O ju që keni besuar, falënderoni Allahun azza xal. Kulu min tayyibati washkuru le.
O ju që keni besuar, hani nga të mirat e Allahut edhe falenderoni Allahun. Është obligim me falendëruar Allahun azza wa jall. Gjithashtu Allahu dëshiron dhe ka qef që robi me qenë falendërues. Dhe ti e ke qua amanetin e Zotit vend, edhe obligimin e ke qua dhe respektin e Zotit që ti dush me apo Zotit ton. Për të arsye ka thonë mesam, Allahu dëshiron që kur robi vet pin një gëllën kuj me thonë elhamdulillah. E han një shuajtje ushqim apo han ushqim edhe thot në fundel elhamdulillah. Pra e fiton kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Gjithashtu prej dobive falënderimit është me i rujt mirësitë nga humbja, nga se është rregulli. La in shakartum la yazidannakum. Sura Ibrahim ayeti 7. Nëse falënderoni, Allahu thot ku më jashtu të mirët. Wa la in kafartum min adhabi lashadid. Nëse mohoni të mirët e Zotit, ta dini që dënimi i Allahut është i dhëmshëm. Gjithashtu ai i cili e falënderon Zotin e gjen kënaqësinë dhe rahatlëkun e zemrës. A keni pa njerëz të cilët nuk janë mirënjohës ndaj Zotit, po krejt mira që i vinë ja dedikojnë vetes. Dalin i paguajnë shoshnive kafe, darka, silla, mirë po me këshyrën drejtësinë ata që duhet, nuk kanë rahatlëk. Nuk kanë kënaqësi, pavarësisht se tjerë arrin krahas po na paguajnë, ndërdhon kështu me radhë, i çojnë mesazhe, mirë po ai nuk ka rahatlëk mbrana. Pse? Ky njeri nuk e falënderon Allahun azza xal, por ka çep këto të mira. Me ja dedikuar vetes edhe njerëzit me ja aplaudu atine. Gjithashtu forcohet lidhja e robit edhe mes Allahut dhe robit e tij. Pra ai i cili është mirënjohës ndaj Zotit i forcon lidhen me Allahun azza wa jall. Gjithashtu e bën robin më për ulës dhe larg me një mallësisë. Për shembull, Karuni kur i ka thonë njerëzit, që që ki botu gjithë këtë pasuri, Allah i të ka begatu. E që kjo fjala, Allah i të ka begatu, shka ka thonë Karuni, ka djeg. Ka thonën, innama utituhu ala ilmin indi. Thëtë së shtë vërtet që më ka begatu Zoti. Pa pse? Thëtë, këto e kum arrit për shkak në dijes që kum pasune. Astaghfirullah. Kushtë ka thonë a dije? Kushtë dha fuqi me bo pasuri? Allahu azza wa jall. E pse po thu? Allah i tha tokës, gëlltit e ketë, kriminal se nuk e meriton me qenë në fytyrë tokës. Edhe mesela e fundit për sonte, dëmët e mos falënderimit. Normalisht ai i cili nuk e falënderon Allahun azza wa jall, edhe nëse i ka të gjitha të mirat e kësaj bote, zemra e tij është shtirpe. Zemra e tij është e thatë. Për shkak se ajo zemër nuk ka mjandi as lezetin e ushqimit, as gjumit që e bën, as luksit edhe komoditetit që e ka në shtëpinë e vet. Pasha Zotin, ka raste me njerëz që kanë pasuni, si din s'ke pasunis me nejt, po ankesa aty nga gojë gjysh për jetas, po ka kuptim miq. Ka ushqime luksoze në shtëpi, s'kan lezet, gjysh as shtëpia, po ka qetësi, lezet, hallakon po shkon. Ç'a të bëj? Kur gjus kime po, vesh kime këtë Zotit. Edhe më thonë elhamdulillah, Allah keq këtu që i kam unë e pyty kom. Jo për shkak me o Zot, keq pyty i kom. Andaj ja kime qenë mirënjohës, se Abu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu e kështu me radhë, ja kime qenë mos mirënjohës dhe kemi ja dediku këto të mira vetë siç ka ndodhur me Karunin, Hamanin, Firaunin edhe të tjerat. Gjithashtu ai i cili nuk e falëndron Zotin, ai njeri edhe nëse Zoti jetë mirë është larg mëshirës së Allahut azza wa jall. Dhe ky njeri kur s'ka më ditë kimetin të mirave, nga se s'ka mungop. Për ta thyer çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men lam yashkuril qalila, lam yashkuril kathir." Kush nuk di me qenë mirënjohës kur ka pak, ai milionet mi pas nuk ka me ditë me qenë mirënjohës. Kjo është rregull primar. Gjithashtu duhet me qenë mirënjohës edhe ndaj njerëzve. Se mirënjohës se ka njerëz që kanë përkrah. Do thot normal, pas Allahut azza wa jall, ka njerëz që kanë përkrah në biznes, kanë fol fjalë për të mira për ty, bashkëpunoni me filanin, bleja materialet e filanin, është i besueshëm, këto mjetet ndihmës. Edhe shoshnin që ta kanë gjitë dorën në ditët e vështira, momentet e para kur mos harro. Se kur të qit në punë dyzen kollaj është me pas shoshni. Ta afrohen njerëzit. Për arsye Aliu thotë shoshnin e vërtet e mësova kur isha keq. Ndërsa shoshnin i reale, do thotë e vërtetova kur i pata punë dyzen edhe kur i pata punë mirë. Gjithashtu ai që i mohon të mirat e Zotit është afër kufrit. Për çfarë kufri jemi të fol për kufër negative, mohim. Dhe Allahu e ka cek lein kafartum, nëse mohoni se cilësi e mohuzve, cilësi e kufarëve, mushrikinëve, edhe munafikëve është se ata i mohojnë të mirët e Zotit. E tashti, s'del pi fejes me i mohu të mirët e Zotit, në kuptimin e fjalës që më ia dediku vetes.
Po çka bën? E ki marrë cilësi negative të mushrikinëve edhe munafikëve. Gjithashtu humbet bereqeti. Çish humbet bereqeti? Thamë që zemra mbetet shterpe. Për arsye ka thënë pejgamberi el-ghina nefs. Pasuria reale. Kush është? Pasuria që është në zemër. Aq më pasur zemra, aq më i hapur njeriu, aq më i afërt me njerëzit dhe aq më modest njeriu. Edhe fundit është ai i cili nuk falendron Zotin për të mirat, rebelohet edhe bëhet me një madh. Dhe normalisht i nënshmon njerëzit, u përmend njerëzve të mira që u ka bërë, dhe sa herë që përmendet, do thot begatia e Allahut, ai thot, më keni lodhur me këto fjalë begatia e Zotit, mos harroni se unë kum nejt shumë pa xhum, unë kum sakrifikuar shumë për këtë punë, 20 vjet kum bërë stazh, 10 vjet kum kërkuar dije, edhe kum pas sukses në këtë biznes, Allah na ruaj. Elusim Allahun që na bëj Allahu për atyre që mirënjohës, e jo mos mirënjohës, elusim Zotin që na ruaj këto begati, dhe të na bëj këto begati të janë argument për neve, jo kundër neve deri ditë e gjykimit, dhe takimin e ardhshëm Zotit mos mirë, alhamdulillahi rabbil alamin.